Ne diell kemi një pyetje se si quhet stadiumi Beratit dhe konkurrenti i bie në kokë duke thënë Tomori. Por ja komenti Xhemit. Mali të Tomorit, në fakt një mal i cili mban zhvillon dhe mjaft të sekte bektashiane. Në fakt një mal i cili mban zhvillon dhe mjaft të sekte bektashiane. Në fakt, Tomori nuk është Sioni ku zhvillohen sekte të ndryshme, aq më tepër të bektashinëve. Aty janë varret e shenjtë të profetëve të kësaj feje. Mbase kur thot, në fakt një mal i cili mban zhvillon dhe mjaft të sekte bektashiane. Xhemi do të thotë se nga fe dhe sekte të ndryshme vinë çdo vit këtu për mbarësi. Të dashur fëmijë, siç duket edhe këtu lart, tani do të flitet për ju që jeni nën 12 vjeç dhe do të mësoni se ç'do të bëni kur të bëni 13, në shembullin e më të rriturve. Për shembull, çka kanë bërë këta xhaxhat kur ishin pak më të rritur se ju? 13 vjeç. Në fakt fiks. Ishte koha kur shef vëllor të masturbohesha, megjithëse hapi mua bërë. Rafa Genci, po. Ishte koha, por në fakt i gjithë, të gjithë na tonë, të gjithë, me gjithë si dihet. Skeçi bën. Kjo ishte diktatura dhe fëmijët në atë kohë nuk kishin shumë lodra për t'u argëtuar, ndaj vrisnin kohën me ç'tu vinte dorësh. Mirë po, aq është sa e provon një herë një gjë të mirë se të mbetet edhe për më vonë. Janë në moshën 18 vjeç apo jo pak a shumë. Në moshën 20 ca vjeç, 20 vjeç. E po të rritur moshën për të masturbuar në atë kohë. Unë kujtoj se ndodhte në moshën 13 vjeç, fakt 13-14 Masturbiu vola moshën 13 vjeç. 13 vjeç, po jo me elektrik. Masturbiu bën çdo moshë, kupton? Dhe kjo është shumë e vërtetë, se dashuria nuk njeh moshë. Dhe kjo që thon këta xhaxhat, një formë dashurie është. E thot dhe Woody Allen, është bësh dashuri me veten, thot. Pra fëmijë të dashur, filloni të dashuroni veten që tani, dhe ky pasion do t'ju mbetet për jetë, edhe 50 vjeç si ky xhaxhi. Bile ndoj do të jam masturbuar edhe për një javë. Vërtet? Po. Po pse s'ndodh mua? Vendi vogël Shqipëria zguxon të blesh një palk puc të reja, të lyesh flokët, atë të pilosh këmbët, se ta merr vesh fqinji e të përgojon nëpër lagje. Ja, Edi Rama ka vënë dhëmbët për shembull, por dhëmbët e Edit nuk mund të mos i marrë në përgoj adashi i tij demokrat. Mbase ka nga dhëmbë të ri që ka vënë, pa i duhet ta di që as forca, as trimëria nuk vijnë nga dhëmbët. Dhëmbët e Ramës, sado të ri që t'jenë, nuk mund të kafshojnë demokracinë shqiptare. Kot ka frik paloka nga Rama. Edi i madh thjesht ka folur dhe si shtot një fjalë, qeni që le nuk të kafshon. Rama vërtet duket se i ka vënë dhëmbët, ama jo për të ngrënë gjë apo njeri, thjesht për të mos patur dhimbje kur të vi dentisti i madh. Një nga një do t'u shkulim dhëmbët dhe pastaj dhëmballet. Nuk do mbetet gjë në gojë.